ky është edhe problemi më i madh. Ne nuk duhet më ardhë këtu vetëm kur kena nevojë me lyp votë. Unë mendoj që këtu duhet më ardhë ka njerë edhe me kërku fort. Më 5 prill të vitit 1999 në Rezall të Skënderajt dhe në fshatrat përreth u zbatua plani i shfarrosjes nga regjimi i Serbisë. Atë ditë pra, më 5 prill të vitit 1999, dje me burra nga mosha 13 vjeç deri në moshën 90 vjeç, u ndan nga familjet e tyre, u plaçkitën, u nxorën dhunshëm nga shtëpitë e tyre dhe më pas u pushkatuan. Por kjo nuk i mjaftoi regjimit të Serbisë. Trupat e tyre i rrëmbyen dhe me trupat e tyre hapën varre masive në Serbi. Qëllimi ishte që t'i fshehin gjurmët e krimit gjenocidal. Por gjurmët e krimit nuk do të fshihen kur, e krimet e Serbisë nuk do të harrohen kur. Ato do të mbahen mend gjatë e përherë në kujtesën e familjarëve të tyre, por edhe në kujtesën tonë kolektive. Po besoj që edhe qytetarët jo vetëm të Drenicës, po të Kosovës, e kanë përjetuar një diçka që vërtet ka qenë rënë për secilin prej neve, për secilin shqiptar që njihet si shqiptar, gjithë ato masakra, gjithë ato vrasje që kanë ndodhur në këtë vend, vërtet presu më shumë, apo presin sidomos familjarët, presin që institucionet të këtij vendi me bë më shumë, edhe për familjet, po edhe për vendin e tyre. Sepse ata nuk kanë vrarë vetëm pse ka derë Serbia, po unë mendoj që gjaku i tyne, falë gjaku i tyne, na jem sot këtu me juve, edhe para juve, falë gjaku të derdhën, na jem edhe në për ato koltuket që jemi ullë, edhe unë e sekretar. Prandaj është detyrë, është obligim që të respektohet mundi, sakrifica, gjaku i secilit shqiptar që ky është edhe problemi më i madh. Ne nuk duhet më ardhë këtu vetëm kur kena nevojë me lyp votë. Unë mendoj që këtu duhet më ardhë ka njerë edhe me kërku fort, me po çka ka ndodhur në këtë vend. Nëse ti e merr një rrugë pej Skënderajt me shku deri në Prishtinë, ki të vram edhe shumë familje, edhe në shmojt, edhe në gjatë. Domethënë, nëse ti vërtet e nin aja që ka ndodhur këtu, me siguri që sot i zhdash me kon edhe partitë politike, po më ardhë edhe institucionet e Kosovës, sepse në fundit lufta ka ndodhur për institucionet, ka ndodhur për këtë vend.